Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, të nderuara zonja dhe zotrinj, që nga momenti i publikimit të raportit të Dick Martit, i cili fliste për krime lufte të ushtruara nga ushtria shërbimtare e Kosovës gjatë viteve të luftës 98-2000, paktën kështu është pretendimi që kërkohet për të hetuar nga një gjykatë speciale me mandat jashtë Kosovës për të hetuar këto krime lufte. Ka risjell në vëmendje edhe një herë ato akuza që janë hedhur për UÇK-n, por edhe për Shqipërinë dhe për Kosovën, por për më tepër ka risjell në vëmendje imazhin e keq që mund të ketë Kosova apo vetë ushtria shërbimtare e Kosovës në këtë rast, sidomos për faktin se është një rast unik si propozim që bëhet për gjithë Ballkanin. Për të dhënë një përgjigje çfarë është ky propozim në të vërtetë dhe pse është tronditur dhe trazuar kaq shumë politika e Prishtinës, por besoj se duhet të shqetësohet edhe ajo e Tiranës, kam debatin me të ftuarit e mi që janë këta sot. Recep Selimi, deputeti vetëvendosjes dhe antari Komisionit për Siguri në Kuvendin e Kosovës, ish antari shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, i cili foli për herë të parë në emër të kësaj ushtrie, më 28 nëntor të vitit 1997, është kundër një gjykate për hetimin e krimeve të pretenduara të UÇK-s, pasi nuk e konsideron drejtësi për ndërhyrje në vlera të më simbole, siç është lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ilir Kulla, analist dhe ekspert për çështjet e sigurisë, krijimin e gjykatës së hetimit për krimet e luftës në Kosovë konsideron një rast të paprecedent dhe krejtësisht politik. Me anë të këtij tribunali kërkohet të delegjitimohet lufta historike e shqiptarëve për liri dhe demokraci në epokën e rikthimit të Rusisë dhe Serbisë në arenën ndërkombëtare si fuqi rajonale. Enkel Demi, gazetar dhe editorialist i emisionit të Night Ilvatare, është kundër idesë për themelimin e një gjykate të posaçme për hetimin e krimeve të luftës, pasi gjykatat ekzistuese mund të plotësojnë më së miri këtë funksion. Ngritja e një gjykate të veçantë të hetimit do të përcjellë mesazhin që shqiptarët janë po aq fajtorë sa dhe pushtuesit e tyre. Tomor Alizoti, ekspert, diplomat për çështjet ndërkombëtare, është skeptik ndaj krijimit të gjykatës së hetimit për krimet e luftës në Kosovë. Thotë se prezenca e këtij institucioni vetëm në këtë shtet dhe jo në vendet e tjera të ish Jugosllavisë bën të dyshim të rolin e saj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Ishte e vështirë që të kishim më shumë burime për i Prishtinës, por falenderoj zotin Selimi që ka ardhur sot posaçërisht për emisionin dhe për këtë debat. Çfarë po ndodh realisht, pse jeni shqetësuar në Prishtinë për ngritjen për idenë apo është fakti kryer tashmë se nuk ka dhe shumë informacione të qarta? Besoj që shqetësimi nuk kufizohet vetëm në Prishtinë, ashtu siç edhe ushtria shqiptare e Kosovës nuk i takon vetëm Prishtinës. Për shkak se ushtria shqiptare e Kosovës është një vlerë e gjithë kombit shqiptar. E krijuar në një kohë për lirinë e popullit të Kosovës. Normalisht që shqetësimi është i përqendruar në Prishtinë dhe të gjithë ata njerëz që mendjen e kanë të kjo vlerë, siç është ushtria shqiptare e Kosovës, për shkak se ne po vlerësojmë që krijimi i një tribunali të mundshëm për këtë rast jo gjykimin, por paragjykimin e krimeve të ushtrisë shqiptare të Kosovës është një padrejtësi në radhë të parë ndaj luftës së drejtë të popullit shqiptar në Kosovë, pastaj padrejtësi edhe ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Megjithëse nuk kemi një dokument që ne mund t'i referoheshim për të diskutuar tani që po krijohet një tribunal, prandaj edhe nuk jam i sigurt që çfarë do tribunali do të quhej tribunal për krimet e UÇK-s, por sidoqoftë çdo gisht i drejtuar për krime ndaj UÇK-s, përveç se është paragjykim, unë mendoj që është gjykim i padrejtë dhe përderisa në Kosovë është bërë një luftë çlirimtare, luftë e konfirmuar dhe e rikonfirmuar si një luftë e drejtë dhe e pastërt, një luftë e cila po ashtu edhe në tribunale tjera siç është ai Hagës dhe në kuadër të gjykimeve që ka bërë Euleksi në Kosovë, është manifestuar e drejta në anën e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe pafajësia për protagonistët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, si e tillë është një padrejtësi e radhës ndaj ushtrisë shqiptare të Kosovës në veçantë, por gjithsesi ndaj popullit shqiptar në përgjithësi, për shkak se e theksoj edhe një herë, ushtria shqiptare e Kosovës dhe lufta e saj nuk ishte vetëm e luftëtarëve që e bënin, por më së paku atyre, lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte luftë e kombit shqiptar për lirinë e Kosovës. Kulla, ke pasur djeni për këtë gjykatë apo erdhi si një rufe në qiell pastër? Jo, ka një histori kjo që ne njohim si historia e Dick Martit, i cili është senator zvicerian dhe mik i zonjës Del Ponte.
lidhet me librin e famshëm të Del Pontes dhe me deklarata, pra është një histori disa vjeçare, për shkak të rolit dhe pushtetit politik që ata kanë edhe në Këshillin e Evropës, por edhe në pjesë të tjera ku mund të bëhet lobing ndërkombëtar, është hecur përpara në këtë drejtim, por unë nuk kam besuar kurrë që do t'i krijohet hapësirë për tre arsye. Një, sepse është një precedent juridik që nuk ka ndodhur më përpara dhe nuk mund të ndodhë. Në rastin e ju e dini që OKB-ja ka një tribunal posaçëm penal, që është gjykata ndërkombëtare e Hagës, por në rastin e ish Jugosllavisë është krijuar një tribunal i posaçëm penal për luftën e ish Jugosllavisë, ku kemi parë shumë figura, edhe politikan dhe faktor politik edhe ushtarak ish komandant të rëndësishëm të Kosovës, cilët janë akuzuar, kanë vajtur në Hagë, janë përballur. Zoti Haradinaj, zoti Limaj kanë dalë të pafajshëm, edhe në rastet e njerëzve që kanë dalë të fajshëm, ato faje kanë qenë le të themi të izoluara dhe kur nuk mund të themi që ke pasur një agresion të mirëfillt le të themi politik ndaj subjektit UÇK. Së dyti, bie ndesh me atë çka ka ndodhur në Kosovë dhe me rrymën me vullnetin politik të viteve të fundit. Në momentin që Tribunali Ndërkombëtar Penal për krimet në luftën e Jugosllavisë mbaroi mandatin e vet, mbaroi së përfunduari, prokurore e cilës ka qenë në fazën e parë zonja Del Ponte, e cila është marrë në këtë rast me këto hetime, u vendos që në rast se do të kishte hetime dhe çështje të tjera që kishin të bënin me hetimin e krimeve të luftës në rastin e Kosovës, ato do të ndiqeshin gjithmonë me një tribunal ndërkombëtar, nga një tribunal ndërkombëtar në Kosovë, i cili ishte i EULEX-it, pra këtij misionit evropian për të dhënë më shumë asistencë të shtetë ndërtimit në Kosovë dhe për të mësuar pra institucionet e Kosovës, qofshin këto të akuzës, qoftë edhe të gjykimit, se si mund të bëjë kjo dhe natyrisht me një pavarësi, me një mbështetje politike ndërkombëtare. Edhe kjo që ka ndodhur, ne kemi parë faktor politik dhe jo politik të cilët janë arrestuar, janë përballur me gjykimin. Aktualisht kemi kryetarin e bashkisë së Drenesit, pra të Blogosit, të Skënderit, kemi në gjykim me një akuzë për çështjet e luftës, ka pasur edhe politikan tjerë, ish guvernatori i Bankës Kosovës. Edhe vetë komandanti i UÇK-s. Edhe vetë komandanti ambasadori Sulejman Selimi. Pra ka funksionuar pra ky gjykim që mund të ketë edhe drejtësi ndërkombëtare në autoritetin, pra dhe në jurisdiksionin e territorit të shtetit të Kosovës që po ndërtohet. Këtu kemi një kthim mbrapsh, pra nuk ka fare të njohjes gjithë këtyre proceseve që sapo folëm, dhe rikthehemi me një forcë politike, prandaj them unë që është rikthimi i Rusisë dhe i Serbisë fuqishëm në arenën ndërkombëtare, që thotë do të marrim ad hoc vetëm çështjen e ushtrisë lirimtare të Kosovës, me drejt zoti Selimi që ka qenë themeluesi i kësaj ushtrie, thotë që po ngrihet një tribunal vetëm për ushtrinë lirimtare të Kosovës. Dhe ne nuk mund të themi që kemi të bëjmë me një rast të mirëfillt drejtësie, kemi të bëjmë me një rast të mirëfillt të përzierjes së politikës në çështjet e drejtësisë. Dhe ne mund të rrim edhe të rikthehemi historisë UÇK si lindi, kush e krijoi. Ka një batutë që thuhet që UÇK-n e krijoi Miloševiçi me dhunën e teskashme që përdorin Kosovë dhe njerëzit nuk kishin çfarë të bënin gjë tjetër veç se të reagonin. Por ne nuk do rrim këtu të bëjmë këtë analizë, ne do të ndalemi pikërisht tek nonsensi juridik që këta po japin kësaj çështje. Dhe fundit çka është me rëndësi është që unë besoj që nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do ta kishin kthyer vëmendjen e tyre në rajone të tjera të botës, siç është Azia, siç është linja e mesme, siç është kriza aktuale në Ukrainë. Dhe nëse faktori politik shqiptar nuk do të ishte defaktorizuar kaq shumë në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç është ngjarja e vitit shkuar me armët kimike, apo siç është le të themi largimi faktik i Shteteve Bashkuara të Amerikës nga Shqipëria dhe nga Kosova, nuk do të kishte kush guxim politik, qoftë ky Dick Marty, qoftë edhe faktor tjerë më të vogël politik, që të artikulonin kërkesën për ngritjen e një tribunalit posaçëm për çështjen e Kosovës. Ngeli, si e shikon këtë gjykatë? Propozimin? Unë di që në historinë moderne kemi dy raste të gjykatave të ngjashme. Rasti i parë, gjykata e Nurembergut, që ka gjykuar nazistët mbas Luftës së Dytë botërore.
Rasti dytë është një gjykatë e ngritur për krimet e Khmerëve të kuq në Kambodgja dhe ky i bie tjetë rasti i tretë. Pra, thjesht duke njohur këto dy raste dhe në kontekstin historik e kupton që është krejt absurde, krejt e pavend. Të dy parafolësit e shpjeguar jashtëzakonisht mirë dhe me detaje këtë punë. Gjëja që mua më habit është se si faktori politik kosovar mund ta toleroj këtë. Dhe se si një kryeministër që është Hashim Thaçi, që është pjesë e rëndësishme e historisë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. I përmendur me emër në raportin e Dick Martin. Po pra, se si ky njeri gjatë negociatave mund të ketë pranuar një gjë të tillë. Uroj që kjo të jetë e gjitha një zhurmë mediatike, gjë që ka pak gjasa tjetë, dhe edhe një herë rrëfejmë kompleksin e inferioritetit që ka klasa politike shqiptare, nuk ka rëndësi në Tiranë, Prishtinë apo Gjet, kur bie fjala për negociata. Është shumë interesant, po të shohësh se si janë sjellë kroatët në krahasim me jo vetëm me shqiptarët, por në krahasim me të gjithë rajonin që u prek nga luftrat në Jugosllavi. Kroatët ndoshta janë i vetmi kom që nuk është viktimizuar, nuk pranon viktimizimin, thotë që jemi ne fitimtarët e luftës, domethënë pak a shumë kanë ecur me filozofinë na vrani vram. Dhe pikërisht sot janë anëtarë të Bashkimit Evropian mes një presioni të jashtëzakonshëm të Brukselit për të dorëzuar kriminalët e luftës, të cilët një pjesë ata i konsiderojnë heronj, dhe këtë e di kush shkon me makinë Kroaci shef. Sot e kësaj dite fshatra tërë me emra heronjsh të cilët Brukseli i konsideron kriminal lufte. Dhe në fund fare, jo vetëm qeveria e atij vendit, por gjithë faktori politik e atij vendit mbrojti vlerat e kësaj lufte sepse i konsideron vlerat e Kroacisë. Ndërsa ne kemi filluar të trajtojmë ushtarët e UÇK-s si veteranët e luftës së dytë botërore, pra njerëz të harruar, të gjymtuar dhe ndoshta jo mirë nga truta e kokës, dhe kemi filluar të joshemi ndaj bisedave dhe tavolinave për interesat personale dhe jo për interesat kombëtare. Po joshemi apo është presion? Po më leo ta bëj pastaj pasi flasë zoti Alizoti, ndoshta që ta vazhdojmë debatin. Për krimin e gjykatës tani në këtë moment. Tani të pothuaj se gjithë vendet e Jugosllavisë kanë të njëjtën histori. Pra, dhe faktori kryesor që ka qenë Serbia, e cila nuk ka pranuar largimin ose pavarësinë e vendeve nga Serbia. Dhe pikërisht pse kjo gjykatë është një gjë shumë e çuditshme, shumë e habitshme, pse kjo gjykatë duhet ngrihet vetëm për UÇK-n, kur në rastin që tha zotëria, në rastin botëror të nazizmit dieshin krimet e nazizmit dhe në rastin e Khmerëve të kuq në Kambodgja. Pse të shqiptarët, pse të UÇK-ja, unë thjesht të jap disa shifra, që trupat serbe në Kosovë ishin 114.000 trupa ushtarake, të gjithat motorizuara dhe 20.000 policë, kurse UÇK-ja nuk afroi sa gjysma e trupave serbe. Atëherë, vetë shifrat, vetë logjistika luftarake nuk të çon në rast më të mirë, nuk të çon në gjykimin e një repartje, një ushtrie guerrile, si them, nuk të çon, nuk ka sens. Dhe unë mendoj që këtu në këtë pikë është një fyrje për politikën e Kosovës, jo vetëm për qeverinë e Kosovës. Këtë nuk duhet ta pranojë qeveria e Kosovës, vetë nuk duhet ta pranojë sepse Kosova fatkeqësisht që nga marrja e pavarësisë nuk po identifikohet në negociata që është shumë e rëndësishme për negociatat si partner. Kosova nuk po bëhet dot partner në negociata. Kosovës po i diktohet. Kosova po sillet si një fëmijë. Pra, Kosova dhe faji politikës kosovare është që nuk informon popullsinë, sepse në çlirimin e Kosovës është mobilizuar gjithë popullsia e Kosovës dhe viktimizimi më i madh ka qenë i popullsisë civile. Unë nuk dua ta shtri në rolin heroik, nuk diskutohet lufta e UÇK-s, po puna është që në rangun e politikës jashtme duhet të jetë kjo automatikisht një gjykatë që krijohet vetëm për shqiptarët, është diskriminuese dhe nuk ka sens sepse Kosova udhëhiqet nga Uleksi, është në protektorat e Uleksit. Atëherë, ç'rol rol ka një gjykatë e tillë e cila përngjan me gjykatën e Nurembergut që dogji gjithë Europën? Pra me nazizmin i cili dogji gjithë Europën. Ç'është ky? Nuk ka sens, Dhe Kosova e mbarova duhet jo ta kthejë në luftë politike. Kjo është një çështje kombëtare, duhet të marrë rolin e partnerit. Duhet të ketë një profil, duhet të ketë një strategji. Çfarë strategjie ka? Nëse do ishte presioni, bota njeh teknika, nëse do ishte presioni amerikan, presioni europian, mund të kalonte në kanale të nëndeshme dhe të ngrihej një protestë e popullsisë në mënyrë demokratike, si në rastin e armëve kimike në Shqipëri, që të thonë ne nuk jemi dakord.
Asnjë nuk din nga në Kosovë dhe në Shqipëri kam përshtypjen dhe për bisedimet që janë zhvilluar me palën serbe. Nuk din mbi fare. Kërkesa, në fakt kërkesa që i drejtohet, do të doja që ti drejtoj, ta dëgjonte qeveria dhe politika e Kosovës në përgjithësi këtë kërkesë, që thuhet që Kosova nuk do duhet ta pranonte, do duhet ta refuzonte këtë gjykatë. Bjen ndesh me çastin çfarë ka sot politika në Kosovë, politika e qeverisë të Kosovës, e cila njëkohësisht përveç se mund të jenë të apostrofuar, gjë që nuk do doja të shife, kërkon të apostrofuar, qoftë në raportet e Digmartit apo raportet e ngjashme. Të apostrofuar në kuptimin të apostrofuar në kuptimin e akuzës. Të sulmuar, të akuzuar. Të apostrofuar, të atakuar tash nga raporti i Digmartit. Por ndonë se nuk do doja të shife atje. Njëkohësisht nuk do doja të shife si katalizator të formimit të këtij tribunali, për shkak se mos u çuditë nesër kur mund ta shihni vetë kryeministrin e Republikës Kosovës duke kërkuar nga deputetët e Parlamentit të Kosovës që ne ta votojmë dhe ta pranojmë një gjë të tillë. Vërtet Kosova ka nevojë për drejtësi. Vërtet Kosovës i mungon shumë drejtësia, për shkak se mbi kurrizin e saj dhe popullit të saj kanë ardhur shumë padrejtësi. Por kjo drejtësi do duhet të buronte nga brenda, kjo drejtësi do duhet të buronte nga ndërtimi i shtetit të Kosovës. Ka dhënë Kosova prova për këtë? Tash nuk mund të them që mund të thirrem ose mund të mburrim shumë, ne ka dhënë prova jo Kosova, sepse Kosova ka dhënë prova, por qeveria e Kosovës nuk ka dhënë prova dhe kthehet automatikisht si thuar si arsyeja ndër më kryesorët e krijimit në tribunali, arsye gjithsesi jo e qëndrueshme dhe jo bazuar mirë. Pra, çfarë po ndodh tani me Kosovë? Në mungesë të kësaj, në mungesë një drejtësia nga brenda, po na vjen një padrejtësi nga jashtë. Dhe këtë nuk mund ta përjashtoj edhe rolin e qeverisë Kosovës, po si të qoftë, prapë se prapë, Kosova përballë Serbisë, Serbia përballë Kosovës, siç ishin dikur në luftë, unë po mendoj sot që është një padrejtësi e radhës ndaj Kosovës, për shkak se çfarë po ndodh. Po të shihni në terren, po ndodh Serbia drejt BE-s, Kosova drejt tribunalit, edhe kretë natyrshme të ishte e kundërta. Për shkak se vërtet Kosova duhej ta kishte të shtruar rrugën drejt integrimeve evropiane, të cilat integrimi ka paguar shumë shtrejt, dhe po ashtu Serbia do duhej të ishte të përgjigje për gjitha ato krime dhe masakra çfarë ka bërë ndaj popullatës civile, jo vetëm në Kosovë, por sidomos në këtë rast në Kosovë. Përdesa mungon ta përfundoj, përdesa mungon një tribunal për Serbinë, përdesa mungon një tribunal për ushtrinë serbe, për policinë serbe, për gjitha ato mekanizma të Serbisë, të cilat kanë ushtruar masakra, dhunë, zhdukje. S'kapse të ngrej për UÇK-n. Jo s'kapse të ngrej, por do të ishte më së normali që të kishte tribunal dhe Kosova tani të dëshmonte para këtij tribunali për krime që ka bërë Serbia dhe absolutisht asnjëherë nuk do duhet ta bënte të kundërt. Unë mendoj që Kosova dhe politika e Kosovës duhet të heqë dorë nga viktimizimi. Në arenën botërore nuk ka drejtësi apo dashuri, si themi. Në arenën nuk ka moral. Kosova dhe politika e Kosovës duhet bëhet partner i besueshëm. Do të jetë i besueshëm dhe mos përdori në çështje kryesore, të jetë luftë politike. Kjo është një gjë realisht shumë qesharake, është diskriminuese. Pra, të gjithë vendet, Slovenia, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, bashkë dhe Kosova, kanë të njëjtën histori, kanë qenë ish vendet jugosllavisë. Pse? Kosova duhet të ketë në bisedimet dhe në marrëveshjet, duhet të ketë një diplomaci elitare, sepse Kosova është një shtet që nuk pranohet nga Rusia, dihet shkolla diplomatike e Rusisë, nga Kina e tjera, duhet të ketë elitë në përfaqësimin e saj dhe nuk duhet të investojë shumë në për logjistikën e deputetëve në makina, po duhet të investojë në know-how, në logjikën dhe në përfaqësimin diplomatik cilësor dhe mjaft me viktimizimin. Këtë e di gjithë bota, por duhet veproj. Duhet të jetë partner. Cila është pyetja? Jo, kishte një ndërhyrje që po fliste? Jo, po dëgjoja me shumë kujdes reflektimet e deputetit Selimi, siç e thash më përpara, është ushtar dhe komandanti i UÇK-s që në fillimet e saj dhe ka kaluar gjithë kohën e luftës në luftë. Pra nëse do ketë një njeri nga cili mund të akuzohet, është pikërisht një nga themeluesit dhe komandantët. Dhe në rastin konkret, ajo çka ne do duhet, po shikojmë me kujdes edhe draft, ky është një draft statut të gjykatës që kemi, që ka media në dispozicion dhe në Kosovë këto janë publikuar. Mbi statusin që do ketë dhe rolin. Ajo gjë çka unë duhet të them është që ka ardhur momenti që duhet një reagim një herësh dhe një zëri. Jo vetëm i Kosovës, por edhe i Shqipërisë në rastin konkret. Sepse akuzat e ngritura për këtë tribunal të mundshëm
nga raporti Dick Martit, nga hetimi i Këshillit të Evropës, janë akuzat e ngritura nga prokuroria e Serbisë. Lejoni t'ju kujtoj që në vitet e shkuar, prokurori i përgjithshëm i Serbisë ka ardhur edhe në Tiranë dhe ka kërkuar në atë kohë prokurores së përgjithshme të Shqipërisë, zonjën Sina Rama, që të bënte edhe hetime në territorin e Shqipërisë në raport me të quajtur e famshmja Shtëpia e Verdhë. Po s'është vetëm Shtëpia e Verdhë, janë dhe fenomene të tjera, domethënë, të cilat ata i përmendin në raportin. Tani unë nuk po i hyj komplekset që ka politika shqiptare që i përmendet ju më përpara. Disa i kanë nga komplekse se çfarë do thonë ndërkombëtar, disa i kanë nga komplekse se kanë punuar vetë në përkthyes në tribunalin e Hagës. Problemi është që kemi të bëjmë me një fakt shumë të rëndësishëm. Këtu po kriminalizohet i gjithë sistemi shqiptar dhe do një përgjigje të mirëfillt, me të drejtë tha kolegu, por nuk pajtohem që përgjigja duhet të jetë diplomatike, përgjigja duhet të jetë politike. Stop. Deri këtu, ky është kufiri. Dhe nëse edhe sikur të na akuzoni antarësimin në Bashkimin Evropian, edhe sikur të na akuzoni të ardhmen e vendit, ajo gjë të cilën ne nuk mund shkelim dhe është më dinjitoze Maqedonia që thotë edhe pse na akuzoni antarësimin në NATO, ne nuk pranojmë antarësimin në NATO dhe nuk pranojmë ndryshimin e emrit, sepse me këtë lidhim identitetin dhe flasim për një vend i cili nuk ka identitet. Në rastin konkret ne kemi të bëjmë me një luftë e cila i është imponuar shqiptarëve, kemi të bëjmë me një luftë ku viktima nuk ka pas njëjtin pushtet me atë që kanë pasur ata, të cilët në vendin e tyre, sepse le ta lëmë retorikën patriotike, po le të shkojmë fakteve. Qeveria e Serbisë atyre viteve, pra qeveria e zgjedhur nga serbët, e cila kishte marrë mandatin popullor, e cila kishte mandatin juridik, çoi forca speciale, lejoi grupe kriminale paramilitare dhe përdori dhe ushtrin për të bërë masakrën mbi qytetarët e vet. E ky është krim lufte politik. Dhe në rast se do duhet të ketë hetime, unë jam shumë dakord, le të vazhdojnë hetimet dhe për 50 vjet me radhë, nuk ka asnjë problem. Vazhdojnë ende hetimet e luftës dytë botërore në raport me X gjëra, por këto bëhen nëpërmjet institucioneve. Nuk mund të kriminalizosh, pra, një popull që është ndër më të vjetrit, por që është edhe ndër më të vejtit në ish Jugosllavi, dhe të kriminalizosh një sistem politik vetëm për faktin se ata janë shqiptarë. Dhe unë mendoj në këtë pikë. Për faktin se janë shqiptar apo se janë të shantazhueshëm? Unë mendoj që në këtë pikë le t'i lëm mbledhjet folklorike si ajo e Prizrenit. Nuk na duhen mbledhjet. Jo, në 16 prill do të mblidhen në Kukës, do përkujtojnë eksodin. Le të mbledhet dhe mirë e bëjnë. Le të mbledhet dhe mirë e bëjnë. Çfarë duhet thonë atje? Le të mbledhet dhe mirë e bëjnë. Por ajo gjë që ne na duhet të gjejmë në këtë moment, na duhen dy rezoluta të dy kuvendeve, të kuvendit të Shqipërisë dhe të kuvendit të Kosovës, që thonë në asnjë lloj forme ne nuk e njohim autoritetin e këtij tribunali. Kjo do të ishte një përgjigje politike. Pastaj folklorizmat shërben pak në këtë kohë. Në fakt, nëse flitet për shantazh, ndonë se mund të jenë qeveritë tona të shantazhuara. Nuk paragjykoj, por ndonë se mund të jenë të shantazhuara, nuk besoj që qytetarët dhe populli shqiptar dhe kombi i Kosovës do të ishte shantazhuar njëkohësisht, ashtu siç ndoshta pa aftësinë dhe qasen jo të dur adekuate të qeverive respektive, qoftë Kosovës dhe që Shqipërisë, nuk do të duhej të pagunte as kombi, as populli shqiptar i Kosovës dhe as ushtria shqiptare e Kosovës si vlerë. Mos harrojmë për shkak se reagimi i dy qeverive, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, nuk ka qenë adekuat në momentin kur Dick Marty ka bërë këtë raport, për shkak se reagimet kanë qenë retorike deri diku. Ka pasur. Ka pas disa dënime publike. Ka pasur më tepër nga autoritetet më të lartë. Ka pasur reagime retorike, por nuk mendoj që kanë mjaftuar këto reagime retorike, për shkak se nuk ka qenë edhe konsistente në këtë çështje as qeveria e Kosovës dhe as e Shqipërisë. Nuk duhet t'i bëjmë më faj. Dikulla që është dobësuar roli i shqiptarëve në rajon dhe po forcohet Serbia dhe Rusia, prandaj po ndodh tani? Mos harrojmë një gjë. Serbia asnjëherë nuk e ka deklaruar kapitullimin në luftën që ka bërë në Kosovë, qoftë përballë shqiptarëve në Kosovë, përballë UÇK-s dhe qoftë përballë NATO-s. Pra Serbia nuk e ka deklaruar asnjëherë kapitullimin, që i bie që Serbia akoma është në luftë pavarësisht në forma tjera, pavarësisht në forma jo me makineri ushtarake në Kosovë. Mos harrojmë një gjë që Serbia akoma në kushtetutën e saj Kosovën e ka si pjesë integrale të Republikës së Serbisë dhe gjë që e mbrojnë dhe e njëjta ka ndërhyrë në një pjesë të caktuar të territorit të Republikës së Kosovës. Pra ne jemi akoma në konflikt me Serbinë dhe duket në fund sikur Serbia ka vënë një hap përpara drejt fitores së këtij problemi shumë të madh që ekziston mes Serbisë dhe shqiptarëve, në këtë rast jo të kufizuar vetëm në Kosovë.
pavarësisht çfarë çfarë mund të kenë sot qeverit, nuk do duhet që populli, qytetarët dhe UÇK-ja si vlerë e këtij populli ta paguonin për shkak se duket që po paguajmë shumë shtrenjt. Sa e herë do të përsëritet se asnjë tribunal nuk ekziston për gjithë ata fëmijë të vramë, nuk ekziston për gjithë ato viktima, nuk ekziston një tribunal për gjithë ata zhdukun. Do të mjaftonte një tribunal vetëm për fëmijët e vrarë në Kosovë, për shkak se 1600 fëmijë janë të ekzekutuar dhe të vrarë në luftën e Kosovës, në 18 muajt e luftës së Kosovës, dhe nuk ka tribunal për këtë çështje. Tash shpiket një tribunal i cili është sulmi më i madh që ka bërë ndër shqiptarëve, të rangohet një tribunal i veçantë për shqiptarët në këtë rast për luftën e UÇK-s. Dua vetëm të ndërpres. Kjo duhet jetë një linjë kuqe e politikës shqiptare. Jo vizitë në Beograd nga ana e kryeministit, po duhet shpallin të padëshirueshëm qytetarë, të padëshirueshëm për Shqipërinë dhe për Kosovën Dik Martin, të gjithë ata cilët kanë marrë akuzat e fabrikuara nga prokuroria e Serbisë, përsëris prokurori përgjithshëm i Serbisë kanë ngritur këto akuzat dhe i kanë kthyer në akuza ndërkombëtare. Dhe kjo domethënë është një gjë që s'ka pasur ndonjëherë precedent në historinë e botës. Për të ilustruar fjalën që tha zotëria që për 2 javë ushtria serbe spastroi 863.000 veta. Do thotë është një shifër maramëndse në historitë moderne të Europës. Ka ndodhur vetëm në luftën e dytë botërore, 863.000 veta për 2 javë spastrim. Serbia ka bërë luftë, ka qenë faktori kryesor në të gjithë luftrat e ish Jugosllavisë, por ne nuk duhet merrem me Serbinë dhe unë mendoj që nuk duhet ta shtrojmë në termin moral. Ne këtu jemi të gjithë shqiptarë dhe kemi të qartë idenë e luftës dhe luftën ndaj Kosovës. Unë mendoj që Kosova është mbështetur jashtë mase nga perëndimorët. Vetëm një fragment i shkurtër, një fakt i shkurtër, në luftën e Kosovës, gjermanët e kanë suportuar jashtë mase, madje edhe me një ndër antitanket modern, Armbrust, që nuk ka gjasat që ndodhur pa dijen e BND-s. Kështu që Kosova është mbështetur jashtë mase fuqishëm, por po ambasadori gjerman në Kosovë, Diplomer, ka thënë që të pranoni gjykatën dhe të pastroheni. Megjithatë, unë mendoj që ai mban lijen e Bashkimit Evropian dhe nuk duhet ta marrim një deklaratë të sotme, ne do të marrim vazhdën e gjallë. Arriti Kosova gjatë kësaj kohe. Do të marrë dhe kur Gjermania sot, Gjermania sot kërkon ngritjen e gjykatës. Derisa është një tregus krenarie, ka thënë ambasadori, se vendi juaj nuk ka pse të friksohet hetimeve për pretendimet që ka për krime lufte. Hetimet mund bëhen në sistemin aktual të drejtësisë ndërkombëtare, nuk ka nevojë për një gjykatë. Vetëm ta vazhdoj vetëm pak. Idenë kam që politika e Kosovës ka pasur gjithmonë për një kohë gjatë erën që shtynte që të bëhej faktor, të bëhej partner. E ka humbur, ka akoma kohë, ta rifitoj këtë gjë dhe mos të imitoj Shqipërinë në atë luftën e brendshme politike, e cila në fund nuk rezulton e suksesshme. Dhe unë mendoj që dhe gjithë politika shqiptare dhe të gjithë pjesë e madhe e shqiptarëve në Kosovë të mos merren me Serbinë. Serbia u shkput që në pavarësinë e Kosovës. Duhet të merren të bëhen faktor siç është Kroacia, siç është dhe rasti i Maqedonisë, dhe duhet në këtë rast mund të përdoret dhe një protestë popullore nga partitë politike ku bën pjesë zotëria demokratike. Kuptoj, Keli, dhe pastaj fjalën. Unë them që e vërteta duhet parë në sy, domethënë ne si faktor shqiptar dhe këtu nuk kam vetëm parasysh Shqipërinë dhe Kosovën, jemi shumë larg konceptit sotëm të Brukselit. Ajo që tha Ilir Kulla është e drejtë, domethënë ka një ndrim kursi dhe tashmë nuk po fryn më era perëndimore, po fryn era lindore në Ballkan. Prandaj për mua i vetmi ilaç, unë e them her pas here këtë, është që Shqipëria të bashkohet me Kosovën. Dhe këtë nisi me një aksion në mirëfilli politik. Si ilaç, ti sapo i vure shkrepsen. Jo, domethënë ne mund të imponohemi jo vetëm fqinjve, por edhe Brukselit me një treg më të madh, më interesant në baza të një shteti, e kam thënë edhe tjetër, federativ shumë mirë, me 2 kryeqytete, me 2 parlamente, s'ka asnjë lloj problemi, formulat mund t'i gjejmë, por vetëm duke u bashkuar me njëri tjetrin, ne mund t'i shohim të vërtetat në sy. Tani, ne nuk mund ta konsiderojmë këtë ngjarje si një ngjarje rajonale, ne që jetojmë Tiranë, dhe Prishtinën ta lëm vetëm ne në këtë lloj hesapi, dhe këtu kam parasysh opozicionin e Prishtinës, nuk kam parasysh qeverinë. E para. E dyta, ne duhet të heqim dorë nga klasa politike që bën negociata pa tagër. Hashim Thaçi nuk ka marrë tagër të parlamentit për të bërë negociata të kësaj natyre. Është kryeministri i Kosovës? Jo, mbasi i bën këto, mbasi firmos, mbasi jep dhe dorën homologut tij, vjen pastaj dhe bën atë presionin e famshëm që e tha deputeti në parlament, tani duhet ta bëjmë ne këtë punë sepse unë e bëra. U kry. Këto duhet të ndërprerë përfundimisht. Nuk është vetëm Hashim Thaçi që bën gjëra të tilla, bëjnë shumë shpesh edhe në Shqipëri, merret vendimi jashtë edhe pastaj imponohet këtu brenda.
Prandaj, në qoftë se nuk shohim një agent përbashkët dhe rrim si zogj të korbit, punën kemi keq. Punën kemi jashtëzakonisht keq dhe kam përshtypjen se tani do na shohin si kriminalët e luftës, këta të Kosovës, ne po na shohin si trafikantët dhe pastaj të gjithë bashkë do na shohin si ekstremistë islamik që furnizojmë Sirin. Jemi përpara rrezikut të shkombëtarizimit dhe këtë nuk po e kupton akoma njeriu. Shumë shpejt mund të mbetemi post primitiv. Dhe kjo nuk është thjesht çështje patriotike, patetike, është çështje ekzistence bashkimi. Në qoftë se nuk bashkohemi, do të jemi jashtëzakonisht keq në raport, jo vetëm me fqinjet, por raport me të ardhmen tonë. Ky është koncepti im, unë e di që... Jo, e di që e ke këtë koncept, e sa herë të vjen mundësia, siç është ky rast. Është çështje mundësie, në këtë rast jemi para faktit kryer. Sa realiste është, sa mund ndodh kjo? Më duhet shkojmë publicitet. Kam vetëm 60 sekonda, mos u largoni kur të rikthehemi. Ju ftoj fillimisht përpara se të vazhdojmë debatin, ndjekim një editorial që ka bërë për ngritjen e kësaj gjykate Agustin Palokaj, një mendje e ftohtë që ai jep edhe distanca e të jetuarit në Bruksel, por edhe një pen e mpret dhe mënyra se si e ka parë ai. Pas publicitetit do ta ndjekim së bashku. Kërkesa që për Kosovën të ketë një gjykatë jashtë territorit të saj, edhe pse ajo do të vepronte sipas ligjeve të Kosovës, është një njollosje e qartë për Kosovën. Kjo lë Kosovën si të vetmin vend në territorin e ish Jugosllavisë për të cilin proceset për krime lufte do të zhvillohen jashtë territorit të saj. Kjo lë përshtypjen se Kosova është i vetmi shtet i cili jo vetëm se nuk është në gjendje të zhvillojë gjykime të tilla, por nuk i besohet as se ka vullnet për një gjë të tillë dhe as se është në gjendje të sigurojë mbrojtjen e duhur dëshmitarëve. Ky insistim do të duhet të kuptohej edhe si një dëshmi për dështimin e misionit EULEX-it, misioni i cili kishte për detyrë të ndihmojë autoritetet e Kosovës pikërisht në ndërtimin e një sistemi të drejtësisë ku askush nuk do të ishte mbi ligjin, ku gjykatësit dhe prokurorët në mënyrë të pavarur do të mund të kryejnë profesionet e tyre dhe ku dëshmitarët nuk do të kishin frikë për jetën e tyre nëse dëshmojnë. Diplomatët privatisht përmendin si argument për gjykime jashtë territorit të Kosovës për rastet e krimeve të rënda, e me këtë kryesisht mendohet për ato të lidhura me raportin e Dick Martit, jo vetëm sigurinë e dëshmitarëve, por edhe komoditetin e personelit ndërkombëtar që do të përfshihet në këto procese, qoftë nga prokuroria, qoftë edhe nga trupi gjykues. E tërë kjo tregon edhe një herë një hipokrizi të bashkësisë ndërkombëtare në raportet me Kosovën. Në njërin anë, i lavdërojnë dhe punojnë me udhëheqësit e saj politik, flasin për suksese dhe përparime të mëdha, e në anën tjetër nuk kanë as besimin më të vogël tek ata. Ta nisim me këtë hipokrizinë e fundit, bashkisë ndërkombëtare? Kulla? Nuk ka asgjë të re, domethënë keni parasysh që faktori ndërkombëtar në atë kohë e kishte shpallur UÇK-n organizatë terroriste, kujtohet apo? Po. Dhe kemi patur në vitet 90 edhe qeveria e Tiranës e kishte shpallur. Kemi patur në vitet pikërisht, në vitet 90 edhe ndaloi përcakon. Kemi patur në vitet 90 të arrestuar disa nga komandantët e rëndësishëm të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, Zahir Pajazidin e të tjerë, të arrestuar në Tiranë, por nuk do t'i kthehemi kësaj pjese. Ajo çka ne duhet t'i kthehemi është çka ka ndodhur nga 98-a dhe këtej. S'pari njerë, nga parimi i të drejtës ndërkombëtare nuk ka faj kolektiv. Faj është gjithmonë konkret, individual, juridik dhe është rast pas rasti. Së dyti, nëse ju pat disa nga tezat, thuhet që do kthehen për gjykim çështje të cilat janë gjykuar edhe një herë. Kjo nuk ka patur ndonjëherë precedent as në drejtësinë e shteteve të veçanta të rëndësishme të botës, siç është Italia, Shtetet Bashkuara të Amerikës apo të tjera, apo nuk ka pasur precedent as nga pikpamja e drejtës ndërkombëtare. Çështjet e gjykuara rikthehen në gjykim vetëm kur ka element të rinj gjykimi. Pra, a priori ti nuk mund thuash që do të jap një pushtet dikujt i cili do të rikthehet të gjykojë një çështje e cila është gjykuar ndoshta 2 herë, 3 herë nga shkalla e parë, shkalla e dytë. Ndoshta më fal ndërpres, por kjo mund të interesojë Hashim Thaçit për të rigjykuar kundërshtarët e tij politik dhe me këtë rast për të ribërë atë lojën e famshme politike të brendshme. Një lojë mediokre, por që në këtë rast merr në qafë një popull. Unë nuk nisem nga një mendim se Hashim Thaçit mund t'i interesojë kjo gjë, për shkak se derisa e ka negociuar. Për shkak se unë nisem nga fakti që Hashim Thaçi është shumë i dobët politikisht dhe rezultati i fundit zgjedhor e ka bërë akoma më dobët dhe ndoshta mendon se nëpërmjet një politik do të ketë në një lëvizje suksesme për çështjen e vizave ose për një avancim në drejtim të statusit, por unë i ngelem mendimit dhe gjykimit që çështja e vizave dhe çdo lloj çështje avancimi drejt integrimit evropian është një çështje e mirëfillt politike.
Sot kemi një Serbi e cila drejtohet nga trashëgimtarët e Sheshelit dhe nga trashëgimtarët e Miloševićit. Dhe askush nuk e thot. Dhe sot kemi një situatë në Bashkimin Evropian ku askush nuk guxon t'ia përmend krimet që Serbia ka kryer në Bosnjë, krimet që Serbia ka kryer në Serbi, krimet që Serbia ka kryer në Kosovë, krimet që Serbia ka kryer në gjithë luftën e Jugosllavisë. Dhe vazhdimin e dhunës në Sanxhak, Metohi, Preshev, Vojvodin, se këto duhet i themi dhe këto. Lejoni t'ju them që njeriu që sot është kryeministër i Serbisë, ai që ishte kryeministër që do të jetë faktori i dytë qeverisës, pra trashëgimtari i Miloševićit, dhe njeriu që ka ardhur që është kryeminist i Serbisë, këta janë njerëz cilët i kanë thurë lavd dhe Miloševićit që vrau, le të themi, ndoshta një nga liderët më demokratik që ka pasur Serbia e Kosovës, Ivan Stambolici, dhe askush nga këta njerëz nuk është gjykuar, sepse është ajo që me drejt tha kolegu më përpara që Serbia nuk ka pranuar asnjë lloj forme të gjykimit të brendshëm. Dhe kemi të bëjmë me një shtet komplet të kriminalizuar që është dhënë ajo për arsye politike, është dhënë një status më i avantazhuar në brenda Evropës, pavarësisht se ata vranë para 10-11 vjetësh edhe kryeministrin më reformator të Serbisë. Nga kjo pikpamje ne kemi qasje të mirëfillt politike. Ja pse them unë që kemi largim të vëmendjes amerikane nga Ballkani, na ka zënë budallëku në politikën shqiptare. Amerikanët o po e kërkojnë ose ka heqë vëmendje, mos janë ata që po e kërkojnë. Jo, ata kanë heqë vëmendjen, le të jemi realist, ne nuk kemi më interesin që kemi pasur për amerikanët para 13-14 vjetësh. Pak nga budallëku i klasës tonë politike, pak nga fakti që ne nuk arrim do të prodhojmë sistemet besueshme kundër korrupsionit apo sistemet demokratike, pak për faktin se lufta e Irakut, pranvera arabe, lufta në Afganistan dhe gjëra të tjera kanë zhvendosur vëmendjen e amerikanëve, por unë mendoj që ky është sinjali i alarmit. Ky është një motiv pse politika shqiptare duhet bërë njësh, jo për faktin se ne s'duhet pranojmë drejtësinë ndërkombëtare, ne duhet pranojmë drejtësinë, por nuk mund të ketë një drejtësi mbi drejtësi, sepse kjo atëherë do të thotë që vërtet ne do ta jepet një ngjyrë që këta le të bëjnë çfarë bëjnë, por këta do ngelin gjithmonë delja e zez, kriminal, terrorist apo ku diun. Kjo është më se vërtet. Rigia, mund t'i nxjerrim në ekran në kohë draft statutin dhe lexojmë edhe shikuesit. Amerikanët kanë kohë që larguar Kosova dhe gradualisht për e lënë Kosovën në Bashkimin Evropian. Dhe dihet që interesat në BE historikisht kanë qenë ndryshme, pozicionet kanë qenë ndryshme, por unë dua të drejtohem zotërisë deputetit që deputetët e vetëvendosjes bashkë dhe një pjesë e deputetëve në Parlamentin e Kosovës, me këtë lajm të turbull që po ndodh, pse nuk e thresin kryeministrin ose pse nuk bëjnë një nismë të fuqishme, interpelancë të fuqishme që të qartësojnë njerëzit, të qartësojnë të gjithë mediat dhe të gjithë publikun, dhe fatkeqësia më e madhe është dhe në Shqipëri, nuk e di në Kosovë, që kjo temë është totalisht e papërmendur. Është unë se kam thënë shumë pak e papërmendur, që është një gjë unikate. Edhe në stafin tim që më pyetën çfarë çeki këtë temë, po. Është unikate, nëse ne, pra Kosova i ofrohet një gjykatë që përngjan me gjykatën e Nurembergut dhe të kmerrëve të kuq, kjo media nuk duhet pushoni në këtë rast. Në fakt ju keni shumë të drejtë. Ekziston një masë në Kosovë që në një farë deri në farshkallë edhe nuk e beson seriozitetin apo nuk e ka kuptuar akoma seriozitetin për shkak të se thosh një mbulesë, një cover që duhen më ia dhënë kësaj çështje dhe do të vi së shpejti edhe ndonjë kërkesë për të kundërtën, për shkak se ne si deputet mund të nesër ose javën e ardhshme të jemi të ftuar për një unitet për këtë çështje dhe ky unitet do të kërkohet për ta pranuar në vend që do të kërkojë ashtu siç tani ju për ta refuzuar dhe për të thënë stop. Çfarë do bëj vetëvendosja me këtë propozim në këtë rast? Vetëvendosja tash e ka dhënë qendrimin e vet, qendrimin e saj politik, që është kundër këtij tribunali, që është kundër këso padrejtësisht që bëhen kundrejt UÇK-s dhe kundrejt popullit shqiptar të Kosovës dhe që do ta kundërshtoj edhe në rast se do të vijë në
Parlamentin e Kosovës, sponsori të cilës ardhje në këtë rast do të jetë kryeministri Jon Thaçi, i cili nikosisht, Po partitë e tjera, AK-ja, nuk mund të paragjykoj sepse nuk janë deklaruar. Ne jemi deklaruar për këtë çështje, jemi kundër kësaj, ashtu siç jemi deklaruar për të gjitha çështjet e tjera, ashtu siç edhe jemi deklaruar për kundër bisedimeve me Serbinë, ashtu siç edhe jemi deklaruar kundër prezencës ndërkombëtare me këtë mandat çfarë ka edhe Uleksi në Kosovë, edhe ashtu edhe siç do të jemi tash në Kuvendin e Kosovës kundër kësaj, dhe pse jo edhe mund të jemi edhe në ballë të një reagimi të cilën do duhet ta bënte politika unike shqiptare qoftë në Kosovë dhe qoftë në Serbi. Kryeministrat tanë, në Shqipëri. Kryeministrat tanë nuk po bëjnë gjë të tillë për shkak se njëri kërkon që ky tribunal të vijë dhe të votohet në Parlamentin e Kosovës, kurse i njëjti nuk i del në mbrojtje ushtrisë shqiptare të Kosovës, përderisa në një nga mediat ndërkombëtare thotë që unë kam qenë larg vijave të frontit të luftës dhe që i bie kjo që e ka thënë të vërtetën, por ka thënë një herë të vërtetën, përkundër asaj që zakonisht na del shpesh herë si themelues dhe barci i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, ky e la UÇK-n, si thosh, ja kthej shpinën asaj UÇK-s nga e cila përfitoi shumë dhe nuk i dha aq sa përfitoi, dhe në këtë rast nuk i del në mbrojtje. I njëjti kryeminist në Shqipëri sot, në vend që të shqetësoj pa aq sa janë të shqetësuar gjithë saq i shqetësuar dhe ju tani, mendojnë që të bëjnë ndonjë ndeshje në Beograd. Pra, mendoj që kanë pasur 2 vizita krerë të shtetit shqiptar atje dhe ka pasur vizitë edhe kryeministri, kur njëjtën kohë ka qenë, po kaq aktuale tema në botën shqiptare, në vend që të takohej me kryeministrin dhe me njerëz relevant që të jepte mendimin, ky kryeministri jonë i Shqipërisë u takua me ca biznesmen atje. Sidoqoftë, më shumë se kaq. Ka për vizitën në Pej, jo për... Në Pej duket ka që dikon, ka takuar sa biznesmen. Më shumë se kaq, edhe për te një takimi tani në Kukës, për ta kujtuar egzodin, pse jo, duhet që politika shqiptare të ishte unik, jo për ta pranuar dhe për të nënshtruar, por për të reaguar për shkak se ka shumë nevojë të reagojmë kundër kësaj. Besoj që është rasti që ndoshta vetëvendosja do duhet të mendonte një iniciativë referendare mbarkombëtare, pikërisht për t'i treguar OKB-s, për t'i treguar Bashkimit Evropian, faktorëve relevant ndërkombëtar, që nëpërmjet një procesi demokratik, një referendumi, të shpreh vullneti popullor në raport me këtë çështje, sepse UÇK-ja nuk është një fenomen privat i asnjë politikani. Një pjesë e madhe politikanëve në Shqipëri as nuk e dinë dhe as e mbajnë mend dhe as edhe në atë kohë nuk e kanë kuptuar se çfarë ka qenë UÇK-ja. Një pjesë e tyre kanë dhënë kontribut si drejtues të shtetit. Një pjesë e madhe e politikanëve në Kosovë, deri kur ka mbaruar lufta, madje ka dhe politikanë brenda vetëvendosjes, nuk e kanë ditur çfarë ka qenë, jo për të kritikuar vetëvendosjen, por për të qenë realist, nuk e kanë ditur çfarë ka qenë UÇK-ja. UÇK-ja është një rast i veçantë, i posaçëm, që është një ushtri që ka lindur nga radhët e njerëzve, ka lindur nëpër fshatra, ka lindur nëpër familje të varfra, ka lindur nëpër student, ka qenë një investim i njerëzve të cilët ndoshta edhe kanë besuar se mund të kishin një ardhmëri me Serbinë, ndoshta edhe mund të kishte një ardhmëri me Serbinë, me një Serbi demokratike në Bashkimin Evropian, po një Serbi e cila nuk ka investuar as edhe një ditë të vetme për të patur një shtet i cili nuk do të ishte apartheid në Kosovë. Serbia ka pasur vetëm një model gjithmonë nga fillimi deri në fund në Kosovë dhe ka qenë modeli i apartheidit, ku Pakica me gjuhën dhe me mentalitetin e Miloševićit dhe Šešelit do të dominonte mbi shumicën. Enkel, përpara zgjedhjeve parlamentare, pse duhet ta bëj Thaçi këtë? Ky është ka një kosto të madhe edhe elektorale. Domthon pa deliruar, siç domthon arsyet janë të përhershme. Thaçi është në një krizë politike të qartë. Mund të jetë ai humbsi i zgjedhjeve, sondazhet tregojnë që ai nuk zon më popularitet dhe bën gabimin që bëjnë gjithmonë politikanët ballkana, si shkëputen nga realiteti, që shkëputen nga njerëzit e tjera dhe kërkon ta ketë mirë me faktorin e jashtëm, duke supozuar që faktori i jashtëm do jetë determinant. Nuk është vetëm çështje vetvendosje, është çështje e gjithë opozitës Kosovës kjo, që duhet ta kapi fort këtë kartë politike. Unë do jap një shembull shumë të thjeshtë. Në Shqipëri ka qenë shumë e suksesshme karta politike që përdoren socialistët për çështjen e ujrave territoriale me Greqinë.
Pra, nuk është e vërtet që elektorati në Shqipëri, Kosovë, elektorati shqiptar në përgjithësi nuk është i ndjeshëm për çështjet kombëtare. Është goxha i ndjeshëm dhe ka nevojë që të shprehet. Do shprehet me referendum apo ditën e zgjedhjeve, opozita duhet të deklarohet qartë që nëse ne marrim pushtetin, kjo gjykatë nuk do të... Opozita e Shqipërisë themi? Jo, opozita e Kosovës në këtë rast. Dhe kjo mund të jetë një mas paraprake. Pastaj ka element politik që duhet i përdorin. Një moment është referendumi që propozon Ilir Kulla. Një tjetër moment mund të jetë interpelanca në parlament. Një tjetër mund të jetë një truezë e gjithë partive opozitare, sepse kjo është një çështje kardinale. Pra, ne nuk kemi pse të bëjmë leksione këtu, janë mjete politike të cilat opozita duhet i përdori atje. Fakti është që sondazhet tregojnë që partia e Thaçit është në hall të madh. Dhe tashmë po kërkon dhe aleat të kësaj natyre. Domethënë dihet, ne na ka bërë shumë shpesh, na ka ndodhur në Shqipëri që politikanë për hir të interesit të momentit mund të kenë shitur çështje të veçanta me interes kombëtar. Ilva, më lejo pak të vetë se jemi drejt mbyllit të çelin pyetje diversion. Disa të dhëna në raport me çështjen që ta kuptojnë dhe qytetarët. Komandanti Sulejman Selimi është në akuzë dhe është në arrest. Kryetari i bashkisë Skënderajt që ka qenë një nga komandantët lokale është në akuzë dhe në arrest. Rustem Mustafa që ka qenë komandant zone në akuzë dhe në arrest. Ramush Haradinaj që ka qenë komandant zone ka qenë disa herë në akuzë dhe disa herë në arrest. Fatmir Limaj që ka qenë gjithashtu antar i shtabit përgjithshëm, ka qenë zëvendës ministri mbrojtjes komandant në një zonë caktuar të rrethimit, gjithashtu disa herë në akuzë dhe në arrest. Ndërkohë që të gjithë faktorët, le të themi, e rëndësishëm politik janë larguar nga PDK-ja dhe o kanë shkuar, kanë krijuar forca të reja politike ose janë bashkangjitur në një forcë tjetër politike. Aktualisht nga ish shtabi i përgjithshëm njerëzit e fortë të pushtetshëm ka ngelur drejtori i drejtorisë politike që është kryeministri Hashim Thaçi, ka ngelur numri 2 partisë nën kryetari i cili ka qenë gjithashtu edhe shefi i shërbimeve sekrete të UÇK-s Kadri Veseli, dhe ka një rol, le të themi, më të besueshëm politikisht ish përfaqësuesi i UÇK-s për Tiranën dhe me antar i shtabit përgjithshëm dhe drejtues i drejtorisë politike Xhavit Haliti. Të gjithë pjesët e tjera kanë ikur në PDK-n e sotshme. Ke njerëz të ardhur deputet të rinj, cilët, më fal, mund mos kem përmendur një dy emra tjerë si zoti Syle dhe ndaj tjetër, por ke njerëz të cilët nuk kanë asnjë lloj lidhje dhe asnjë lloj të kaluara me UÇK-n. Dhe natyrisht nuk i dhimbset, nuk i dhëm as emri UÇK-s dhe as lufta. Po unë është çështja e dhimbjes këtu, këtu është çështja që duhet të kuptojnë në thelbin apo ka lidhje edhe me të kaluarën e tyre personale. Po unë duhet t'ju them këtë gjë, Ilva, që sot në Kosovë askush nuk kujdeset për shumicën e madhe të ish ushtarëve të thjeshtë të UÇK-s, të cilët nuk kanë qenë as lider, as komandanta, as drejtore, as zëvendës komandanta, po cilët kanë qenë ushtarë të thjeshtë dhe sot ke nga ata cilët vërtet kanë vështirësi të sigurojnë bukën e tyre të gojës dhe cilët ndjehen të tradhtuar pikërisht nga lufta që ata kanë bërë. Dhe është përgjegjësi e klasës politike. Dhe unë nuk bëj as siç thotë Enkeli që të bëj opozitë ndaj Hashim Thaçit në këtë rast, as siç bën Rexhepi, por unë po them është detyrim politik i klasës politike të Kosovës, e cila duhet të mbrojë nderin e shqiptarëve dhe duhet të mbrojë historinë tonë përbashkët. Pyetja e fundit për zotin Selimi. Përderisa UÇK-ja ka bërë një luftë të drejtë, ka qenë një luftë për të mbrojtur dhe nuk ka kryer krime. Pse ka komplekse? Le të hetohen. Unë jam një ndër ata që kam qenë në luftë në vazhdimsi prej fillimit të deri në fund dhe nuk kam komplekse të gjykohem, nuk kam të lashe nëse hetohem, absolutisht. Dhe mendoj se cili do ushtar dhe pjesëtar i UÇK-s nuk e ka të lashe veten e tij, por ka të lashe imazhin e UÇK-s. Dhe këtu më shumë se sa njerëzit e UÇK-s po dëmtohet imazhi i UÇK-s, edhe përmes imazhit të UÇK-s po dëmtohet imazhi i shqiptarëve në botë. Ky është problemi që kemi ne me tribunalet. Nuk është problemi që ne friksohemi hetimeve. Le të bëhen hetime, edhe ashtu janë bërë shumë hetime. U përmendën këtu. Ne kemi kaluar sa procese, madje vetëm në tribunalin e Hagës ne kemi 3 procese. Një proces ka qenë Limaj dhe 2 procese ka kaluar zoti Haradinaj nga të
trija procese kemi dalë të pafajshëm dhe përveç pafajësisë e protagonizmit kemi dalë se ushtria shqiptare e Kosovës është e pastër. Ne nuk dyshojmë të pastërtia e ushtrisë shqiptare e Kosovës. Ne nuk dyshojmë të lufta e drejtë. Ne dyshojmë se si po trajtohet kjo luftë e drejtë nga të tjerët dhe në këtë rast se sa po mbrohet nga ata që do duhet ta mbrojnë të ishin në vijën e parë të mbrojtjes dhe në vijën e parë të mbrojtjes do duhet të ishte politika si në Tiranë si në Prishtinë, e ashme tepër në Prishtinë një politikë e cila si rezultat i trajtimit ose i shfrytëzimit të këtyre vlerave ka ardhur në pushtet për shkak se kanë ardhur në pushtet ashtu siç thuhet duke u thyrë në vlerat e kësaj lufte. Prandaj ne nuk e kemi frikën tonë. Unë nuk kam frikë për veti. Unë nuk e kam frikë që të hetohem, përkundrazi, por hetimi para prag i njanshëm me paragjykimin për krime lufte mendoj që është sulm kundër imazhit të UÇK-s dhe sulm kundër shqiptarëve në botë. Kjo është më e rënda dhe kjo është më e papranueshme do duhet të ishte nga gjithë shqiptarët e sidomos nga klasa politike për shkak se faktura nuk i shkon politikanëve të sotme, faktura i shkon shqiptarëve në botë. Okej, më ka përfunduar minutazhi, i dash E pak fundit, kohë batuta e zyrtimi fundit. meqense na ka. Nëse do ishin gjallë Zair Pajaziti, Adem Jashari dhe Luana Haradinaj, kjo klasë politike do të lejonte që të shkonin ata para këtij gjykimi ndërkombëtar, ndërkohë që ata janë herojt e Kosovës dhe janë herojt kombëtar. Lizoti? Politika e Kosovës bashkë me popullin e Kosovës duhet bëjë çmos mos ta pranojë këtë gjykatë të tillë sepse është qeshara nga të ngresh një gjykatë që përngjan me për masa botërore për një trup të vogël në gjithë luftën e Jugosllavisë. Kili? Nuk dim të bëjmë luftën, s'dim të bëjmë as paqen. As luftën, as paqen. As luftën, as paqen. Jonida, çfarë ka sonte në natën vonë dashur? Ne do të flasim pak për rrezikun e islamizimit të politikës në Shqipëri, një rrezik apo një shqetësim që e ka ngritur Ben Blushi në librin e tij Hëna e Shqipërisë. Do të kemi dy analistë të cilët sot e kanë dhënë mendimin e tyre në shtyp, po do të kenë mundësi ta zgjerojnë pas pak në natën vonë. Suksese, faleminderit edhe për vëmendjen nderuar televizionistë, faleminderit panelit për këtë temë që besoj se do të flitet gjatë edhe në ditët në vazhdim dhe shpresoj të flitet në favor të shqiptarëve, qofshin në Kosovë apo në Shqipëri. Natën e mirë. Çfarë Ky program mundësohet